ta pi shumësin. A mo pije se s'ka gjë. Përshëndetje të gjithëve, mirë se vini në Flak Fare podcastin më djegës në qytet. Sigurisht dua të falenderoj para se të prezantoj të ftuarin gjithë juve që na ndiqni në rrjetet sociale. Ne kemi në fakt një të ftuar në këtë studio përveç të ftuarit që kemi që quhet Mandi Miza, që vjen vërdall këtu, nuk e kuptoj nga ka hyrë. Realisht kemi një miz që nuk e di nga ka hyrë. Megjithatë përshëndesim dhe Mandin, por për të bërë pak serioz. Për gjithë ju që doni të na ndiqni dhe mos humbisni asnjë nga gjërat që ne prodhojmë, do t'ju ftoja që na bëni follow, subscribe në kanalet tona, Flak Fare është kudo. Dua të falenderoj sponsorat tanë, të cilët janë gjithmonë prezent. KFC Albania që sjell këto krah pulet mrekullueshëm, Qumshtin Lufra, i cili ndihmon të ftuarit e mi që të përballojnë ndjegjen, dhe sigurisht sponsorin më të ri Go Plus, i cili praktikisht i ndes të ftuarit të mi që të jenë Go Eger o Go Home, sepse kjo nuk është një sfidë lehtë. Dhe mos të harroj Argjendari Donaldo që kujdeset gjithmonë që të ofroj një dhuratë për të ftuarit e mi, dhe Real Motors, kompania e cila jep mundësinë, u tregova që si çani këtu, që jep mundësinë që të Isha çikarian çan këtu. E po të entuziazmon kur ke 5 sponsorë në emision. Dhe Real Motors sigurisht kompania e cila jep mundësi të gjithëve që të gjejnë makinat e dhura ose motorat e dur për të kaluar aventurat që ju dëshironi. Dhe tani do të shkoj tek i ftuari, i cili në fakt më ka pritur sot dhe falenderoj shumë për faktin që më ka pritur. Unë para se ta prezantoj, edhe pse është gjaj prezantuar ndërmjet titullit dhe këtë e them gjithmonë, dua të them 2 fjalë për të. Hajde, jepi. Është një djalë që realisht duke studiuar në shumë intervista që ka bërë, duke studiuar në shumë skeçe që ka bërë dhe nuk janë të fokusuar, edhe pse ka marrë një vëmendje shumë të madhe vitet kohët e fundit, jo vitet e fundit. Se vitet e fundit sigurisht që ka marrë një vëmendje, por kohët e fundit ka marrë një vëmendje të rritur, le të themi, për shkak të angazhimit në Portokalli dhe për shkak të imitimit disa personazheve të fenomenit, le të themi, Big Brother, i cili nuk rresht kurrë si që në vëmendjen e shqiptarëve, publikut shqiptar, por duke ndjekur kuptova që vlerat kanë qenë gjithmonë aty, që talenti ka qenë gjithmonë aty, dhe që është një personalitet dhe një profesionist jashtëzakonisht talentuar, dhe jam i sigurt që në vitet vim do të jetë patjetër në ekranin e shqiptarëve. Zonja dhe zotrinj, pa shumë shtesa tjera, Ermir Hoxhaj në Flak Fare. Një super prezantim, si vetëm një profesionist i vërtet si ty di ta bëj. Faleminderit Rudi, faleminderit. Është kënaqësi me zi po presti hak këto kratë pulës. Edhe kam parë këto podcast edhe tua, domethënë kratë pulës, okay, KFC-ja ka bërë të vetën, janë fantastike, po të gjithën vëmendjen e marrin këto salsa, këto sfida, dhe jam gati të sfidoj të 10-ta, 23, 5, 6, 7, 90. Ti je natyrë që i konsumon këto djegëset? E ke qef? Jam me shenjën demi plako, edhe me këtë barku këtu, edhe kuptohet se çfarë. Pse këtë kjo pamje e jashtme. Ti dukesh maksimumi sa të duket Olës? Francezët kanë një shprehje, thonë jam aj sa dukem. 22-23. Fix 23, 22-23. Kthehem rapsh, jemi okay. 32 vjeç. Po. Unë di që je 32 vjeç, unë di që je një djalë që ke punuar, sakrifikuar, që je përkushtuar, që ke provuar formate ndryshme, televizione të ndryshme, eksperienca të ndryshme, dhe di që ajo çfarë shërben në pamje të parë, ajo çuni komedian që imiton bukur, nuk ka fare lidhje me eksperiencën që ti ke dhe gjërat që ke prodhuar si aktor. Këtë e di. Po, dhe prandaj thash je vërtet profesionist, sepse përveç hapjes edhe elozheve që më thure, le të themi. Nuk janë elozhe, janë pasqyrim i realitetit, janë thjesht përshkrim. Faleminderit, vlerësoj, dhe është vërtet kjo gjë që ti bën, që ti kërkon, edhe që e njeh shumë mirë, hulumton te puna jote, dhe vërtet realisht ta them, janë të pak gazetarët që e bëjnë këtë gjë, dhe je vërtet profesionist. Unë kam ndjek që
mos t'ja themi emrin dikur, Po. që dikur të kam ndjekur dhe vërtet kam simpatizuar nga televizioni. Dhe nuk ishte qok kjo, se tash duket Shumë faleminderit. duket që si qok. Me erdhe edhe të erdha, jo. Është jo. Na ka ardhur dhe t'i vëmë. Po, sigurisht. Ti e di se si funksionon formati, ti e ke parë formatin. E kam parë dhe më pëlqen shumë, komplimente, bravo. Shumë faleminderit. Vërtet komplimente. Opa. Bujron tash, e? Hajde. E ke qef ushqimin në... Ushqimin që ha edhe kam shumë qef. E para shumë easy. Por, shumë e shishme. Di që ke studiuar si aktor, Po. di që ke punuar në televizionet ndryshme, përfshirë këtu Kosherja, Tringun, përfshirë këtu ke bërë teatr, dhe nuk e di nëse kam harruar në një gjë tjetër që ke bërë, më thuaj ti më korrigjo. Çfarë kam harruar për te? Ke harruar që njësoj si televizione që unë kam punuar, më thënë disa, dhe emisione, qoftë ato humori, qoftë një emision që kam prezentuar për 10 vitesh që më dhem zemra, realisht që nuk jam më pjesë e atij emisioni. Për 10 sezone, që 10 vitesh, unë kam punuar shumë edhe si kamarier dhe banager në shumë restorante dhe lokale nga më të mirat dhe më të me emër në Tiranë. Përpara se të isha ky që jam. Ke punuar? Po, dhe kjo më ka ndihmuar shumë që t'jem, më ka kriju kontaktet me shumë njerëz dhe më ka ndihmuar të mësoj se si krijohen kontaktet. E kam parë përtej asaj atij koktejlit apo asaj macchiatos që do më duhet bëja. Më kam mësuar se si unë të punoj të përshtatem me stafet më dhaja, me shefa, me njerëz që janë më poshtë se sa ti që ishin ndihmës ne ishim. Ose kam qenë ndihmës vetë, e kupton? Dhe në fillim e fare. Dhe përveç kësaj të jep mundësinë që ti të njohësh njerëz të kalibreve të ndryshëm. Domethënë që nga njerëzit më të thjeshtë deri tek kam njohur biznesmen shumë të fuqishëm, kam njohur politikan, domethënë duke u shërbyer, dhe më ka shërbyer shumë si eksperiencë. Si eksperiencë, po. A mendon se mund të kushtoizoj ideja është këtu që ndonjëherë profilet tona shumica shqiptarëve do thoya vim nga profile modeste, domethënë nuk jemi asnjë për të ndonjë gjyshi milioner. Po. Sepse edhe komunizmi e prodhoi këtë gjë, edhe mund të jemi pasardhës të ndonjë stërgjyshi që mund të ketë qenë milioner. Unë me sa di ti ke qenë familje e pasur në brezat para ardhës këtu. E pasur, domethënë kemi qenë njerëz intelektual, domethënë kemi qenë kryesisht familje e thjeshtë, por kemi patur dhe njerëz intelektual, çka do thotë që edhe vetë regjimi nuk arriti dot që t'jan dalte hovin gjyshi im, babait më thon, unë nuk e kam njohur. Ai është larguar nga jeta shumë herë kur babai im ishte 17 vjeç. Edhe më thonë që ai lexonte gazetat në italisht dhe dinte se ç'ndodhte me botën jashtë, pavarësisht se ishim një familje shumë e persekutuar nga sistemi. Xhaxhai i babait tim ka qenë pjesë e konferencës Mukjes dhe ishte një njeri që u dënua me burgim përjetshëm në atë kohë dhe pastaj ju zbut pak dënimi, u smur në burg dhe derisa ndroi jetë në atë periudhë. Xhaxhai tjetër po ashtu i babait është burgosur. Dhe kemi pas një jetë shumë të vështirë për sa i përket regjimit, familja jon. Ditë them që gjyshi im ka qenë një prej kryeministrave shqiptar, që është Qazim Koculi. Seriozisht? Po, dhe kjo gjëja më bën krenar, por siç e the ti, komunizmi i bëri njerëzit rrafsh, i bëri një stres, një klas. Sa pastaj i ngriti. Po ti u ngriti ama. Unë ngrita se ndryshoi koha dhe për këtë jam vërtet shumë i lumtur që nuk jetova në atë kohë, sepse prindërve të mi i shprehë drejta e studimit për shkak të biografisë keqe që ata kishin. Jo, dakord. E drejta e studimit po, e drejta e mendimit dhe idealeve jo. Jo, e drejta e mendimit dhe idealeve jo. E di pse ta lidha me këtë faktin e backgroundit, sepse ndonjëherë profesione të tilla dhe eksperiencë të tilla i bëjnë njerëzit që të jenë më modest se ç'duhet për botën mediatike. Dhe këtë e kam dhënë tek vetja ime. Po. Ndonjëherë këto eksperienca kur takon njerëz të vërtet, kur je në pozicionin e njeriu të vërtet, kur je në shërbim të tjerëve, ndonjëherë të impaktojnë aq shumë
sa që unë në gjithë eksperiencën time mediatike kam qenë më afër posteve të edhe këtë nuk po e them me përçmim as pak, po kam qenë më afër natyralisht dhe me dashuri tek sanitaret, tek njerëzit e mikrofonave dhe kur nuk kam ditur të bëj qokat dhe të servilosem tek pozicionet e pushtetit. Po, sepse jam mësuar natyralisht të jemi tillë. Domethënë karakteri jot tregohet kur ti është një shprehje, kur shohin se si sillesh ti me ata që ke më poshtë se sa vet. A je gati për salsën e dytë? Me si po pret desha ta thotë vetë, po shumë serioz, jo. E pash. Hajde jepi. E pash. E dyta, kjo supozohet të jetë më e fortë, se sa e para. Okej. Po ti je, me sa po kuptoj, je tolerant. Jam tolerant, e treta është e preferuara ime, se e shoh që është sweet chili. E ke qef? Fantastike. Po pi çik, go plus. Hajde, jepi me pyetje, hajde, te e 10, hajde. Tani, di me sa kam parë, e lyu prap. Di me sa kam parë që ty, ata bëjnë kështu klasike, kur ke kuptuar që të bësh aktor? Ke qenë i vogël kur ishe i vogël? Isha shumë i vogël kur isha i vogël. Madje në fëmijëri kam qenë fëmijë. Çfarë thua? Po. Dhe më kujtoi Aleksandër Gjoga plak se ajo intervista që ishte epike fare. Po s'kam çahëm. Që tha, kur e këndove këngën tënde të parë? Për ç'është kjo pyetje? Ç'është kjo mua bet jeni u këtë. Por që unë e kuptova. Të drejtë. Por që unë e kuptova më shëndes ëndra shumë herët dhe realisht tu tani të bëhemi serioze, duhet më bëj çik serioz që për ca mesazhe. Ma akuzove mua ju bëra serioz. Jo. Por që mua më shëndezur ëndra, siç e thashë, më pëlqen shumë kjo të ndezësh një ëndër. Kur ishim të vegjël ne shihnim filma dhe inspiroheshim nga filma. Unë jam inspiruar shumë nga aktorë shqiptar, nga filma shqiptar. Për të bërë aktor. Pastaj lindi Portokallia kur unë isha diku 10 vjeç. Të ka frymëzuar. Kur ka dalë Portokallia dhe realisht më ka frymëzuar shumë Portokallia dhe filma shqiptar për të bërë aktor. Sot unë shoh që ka shumë pak ndezje ëndrash për të vegjëlit. Domethënë unë kam nipin tim është 14 vjeç. Dhe nuk organizojnë mas një aktivitet ku ata të luajnë teatr përpara, megjithëse ka një lëndë teatr në shkollë. Të luajnë teatr, të improvizojnë një sketch apo të bëjnë ato që ne bënim, që sigurisht kanë qenë më të pakta në raport me paraardhësit tanë. Shiko, le ta përgjithësojmë, të bëjnë aktivitet se nuk është domosdoshmërisht të bëri teatr. Ti kishe qef teatr, mund të bëni një gjë tjetër, futboll, sport, bravo. Apatik. Janë shumë të pakta, Dhe realisht mua më shëndezur ëndra kur isha 10 vjeç, e mbaj mend si tani. Kam patur djalin e Hallës, i cili edhe ai kishte shumë talent edhe tentoi të ishte aktor, megjithatë pastaj rri edhe jetën si mori ndryshe dhe sot është në emigrim si Gjermani. 6% e shqiptarëve. Edhe aty unë fillova të imitoja shumë njerëz ndryshëm, qoftë banorët e thjesht lagjes, qoftë personalitetet e televizionit. Këtu në Tiranë gjithmonë. Në Tiranë po, dhe edhe në Vlorë. Ti je nga Vlora. Unë jam nga Vlora me origjinë, por zakonisht për një sekondë se ti je nga Vlora. Po më the që ke një genetik. Po. Që ke një damar nga Borshë, apo jo? Po, ajo ta thash sa i papaja, prandaj them që je profesionist i vërtet. Po ma thuaj çik se unë jam shumë krenar për Borshin. Pemën e familjes që unë jam munduar të bëj dhe duke pyetur paraardhësit e mi, ne kemi dalë që origjina shumë e largët, me thënë drejtën, më shumë se 7 breza e ime që konsiderohet deri 7 breza, konsiderohet kjo origjina, është nga Borshi i Sarandës. Madje po të shkosh edhe më tej dhe dalim në zhulat të Gjirokastrës. Por që në Vlorë. Pas kemi shkuar shumë tej. Mua më pëlqen shumë kjo. Domethënë historia nga ka ardhur njerëzit e shkuara. Atë zhulatit le ta lëm. E mbajmë te Borshi. E mbajmë te Borshi, është fantastik. Një fshat. Prandaj, nëse doni oferta për dhoma. Si e kishte? Alcro Hotel. Alcro Hotel. Ja, shef. Do të mirëpres si vjet. Po patjetër me do më vish. Këtë do ta vërtetoj, jemi këtu live, duhet ta vërtetoj publikisht që do vinë në Borsh. Nëse s'vjen në Borsh, atëherë do vi dhe do bëj story patjetër. Bravo. Dhe po thosha për fëmirin tënde që aty më ka lindur ëndra dhe në lagje merresh me personazhe ndryshëm. Dhe në shkollë. Unë 3 muaj i kaloja në Vlorë, te halla, tek
Xhallarë tek Daja, Ore. fshat. Ore zemra. Edhe pastaj në shkollë filloja isha ai iniciatori, domethënë, i këtyre festave, mezi prisjet vinte 7 marsi, këto festat që bëheshin, sepse isha organizues, le të themi një regjizor i klasës, dhe luaja edhe vet, dhe aty më spikatën mësuesit që në çdo të ftesë timen është e shkruar nga klasa e 5 edhe lart deri në 9 vjet, në klasë 9, pastaj gjimnaz apo një çik më serioz. Ishte e shkruar që ka aftësi shumë të mira interpretative, mund të bëhet një aktor i shkëlqyer. Mësuesja ime e ka shkruar në të gjitha ato dëftesat e mia dhe matematikë kishte bërë një koment, duhet ta përshëndes, Zysheldën, e cila kishte bërë një koment tek një nga intervistat që kisha dhënë më parë dhe kishte shkruar që Ermiri ka qenë nxënësi im dhe jam shumë krenar për të sepse ka spikatur që i vogël. Dhe uroj që të jem një model inspirimi, duke e thënë këtu tek ty, për fëmijët e vegjël që duan të ndjekin ëndrrën dhe mos të ndalen ta ndjekin ëndrrën, mos të ndikohen nga zërat që thonë që ja, se aktor nuk kanë lek aktorët. Këto një shprehje shumë e bukur e Ermal Mamaqit, që e ka thënë dikur, tha, për gjithë ato zysha tha që na thoshin, tha, me këtë profesion nuk hahet buk, kishin shumë drejt, tha, se ngelem tu hëngër, tha, karkaleca. Kështu që ne ngelem duke hëngër krapule KVC-je, te e dyta po e lyp prap. Te e dyta po e lyp prap. Po te e treta? Te e treta? Ti e di tash, nuk më japësh lejen ti. Treta tashmë është Sweet Chili, është e imja e preferuara. Këtë nuk po të pyes se këtë e di si do reagosh. Për sa kohë e ke të preferuar. Kjo atë vërtet me qef. Më the që ke një fëmijëri të cilën është identifikuar shumë herët dëshira dhe pasioni për aktor, është më se e kuptuesh. Edhe prindrit, me thënë drejtën, se nuk e ceka. Fillimisht prandaj e thash tani në fund. Nuk kanë qenë shumë skeptik që unë të bëhesha aktor. Pikërisht për faktin se nuk ka të ardhme, bëu inxhinier, bëu ekonomist. Interesante. Por unë e ndoqa ëndrrën me vonesë, me thënë të vërtetën. Më vjen shumë mirë që tentova të bëja një fakultet tjetër, që ishte inxhinieri gjeomjedis, për shkak se nota dobta. Unë ndikova nga familja, nga e ardhmja. Mirë, po ishte diçka që më pragmatizëm, unë nuk flija rehat, nuk isha më rehat. Unë fillova nuk shkoja më në teatr, nuk ndihesha keq kur kaluja te Akademia e Arteve që kthehesha nga shkolla, shkoja në shtëpi, ndihesha shumë keq. Edhe vendosa që të konkuroja dhe mendoj që kam bërë zgjedhjen e duhur. E di çfarë më pëlqen tek ty? E di çfarë më pëlqen që shoh tek ty. Dashuri dhe pasion për faktin që e ke zgjedhur. Ti je shumë i gëzuar dhe entuziast, e shoh vërtet që thua sa zgjodha këtë, jam i lumtur që zgjodha këtë dhe kjo fatkeqësisht në Shqipëri nuk parandodh. Nuk parandodh. Ishte gati duke më ndodhur mua kjo gjë, që mos ndiqja. Ka shumë njerëz që mund ta shikojnë dhe mund ta thonë që po kush është ai dhe çfarë është ai dhe punë e madhe sikur çfarë ka bërë ai. Ai ka bërë ëndrrën e tij. Po, kjo është. Nëse mund t'i thuash vetes me sinqeritet që un kam ndjek pasionin dhe ëndrrën time, mendoj se e para je për të komplimentuar sado i mirë apo i keq janë profesionin tënd dhe e dyta besoj se do t'i bëjë çdo shqiptar do t'i bëjë një shërbim shumë të madh komunitetit. Është vërtet. Dhe besoj se prindit duhet të reflektojnë që mos t'i orientojnë më fëmijët detyrimisht se u dhan çdo shqiptar është me shkollë. Ka reflektuar. Çdo shqiptar është me shkollë dhe asnjëri s'është profesionist. Prandaj është më mirë që t'i lënë. A thua që më mirë të bëhesh një aktor shumë i mirë se sa një inxhinier shumë i dobët. Ore, sa me keq e kap me sfidë. Me sfidë, e di pse? Je sfiduese ti? Unë kam pa këto podcastet e tua të mëparshme dhe kur shkojnë te 9 e 10 qajnë dhe unë mezi po presit, ti shoh, është e vërtet për të qara apo po bëjmë më kot gangster këtu, pa lidhje. Po ti si aktor je natyrë, edhe këtë kam qef t'ia bëj çdo aktori si pyetje. Je natyrë që, shumë e mirë. E mirë është. Shumë e mirë po. Është aty mosur kjo, është e lezetshme. E shoh. Po nuk është shumë pikante. Jo, është pikante, por unë vdes për pikante. Dakor. Je natyrë ti dhe kam qef që ta prek tek çdo aktor këtë. Je natyrë që ç'a bën, jep po ti pas ke qenë pa ngrënë gjithë ditën. Unë kam çu ku merr di ftesa, unë po ha vetëm kumlla të farta valla, që të gryhet këtu. Edhe ti haj gjitha ato kratë të punë. Ja, të gjitha haj. Ishte Olsi tha të tedh, jam mjaftueshëm kaq. Në plak top. Sigurisht jam mjaftueshëm. Ama mos bëj modestin.
Kam qef ta cek, sikur se thash tek gjithë aktorët këtë. Qa ishte kjo? E katra ishte kjo? Jo, për zotin më doqim, se e lyva shumë. Gëzuar. Bëft mirë. Po, aktor? Gëzuar. Unë s'kam për të fjetë 2 ditë me këtë G+. Kam pinja 2 sot. Ndoqi vërtet. Ndoqi? Bëra këtë si trim që të e 4 Olco. Si këtë aq tolerant pra? Jepi. Me pyetje. Ore me pyetje. Të ka ndikuar ndonjëherë negativisht fakti që je aq observues, fakti që imiton, fakti që je aktor shumë i mirë, do thotë që je vazhdimisht duke monitoruar, duke grumulluar informacion. Të ka bërë ndonjëherë keq? Deri tani me thënë drejtën më ka shërbyer kjo aftësi që un kam për të imituar, sepse është një plus shumë i madh për aktorin që të imitoj edhe në teatr, domethënë nëse ti je i aftë kombinosh 2-3 Olcin edhe Rudin në teatr dhe një element tjetër që ti ja fut shtesë dhe ti bësh një karakter shumë i lezetshëm. Pra transformohesh. Dhe ky është një bonus për aktorin. Por ka raste që jemi nënçmuar shumë, megjithëse unë jam natyrë që nuk e kam vrarë shumë mendjen, madje ç'a kuptimi? E kam parë shumë plus, dhe kështu është për tu parë, e kam parë si bonus tek vetja ime, për te modestisë. Po jemi nënçmuar për faktin jam aktor portokallie, jam aktor kosherje, e kupton, këto gjërat kështu se në teatri është më ndryshe. Në teatr ka nga kush e ndjen këtë gjë? Kryesisht nga aktorët e teatrit, domethënë pra, aktorët që janë vetëm apo regjisorët, se marr atë se ai është aktor portokallie, po edhe ç'a që është për aktor portokallie? Adam Driver der çdo mbrëmje në Saturday, nuk e di, kam kopa e parë tani, po para një viti ishte çdo çtun në Saturday Night Live. Edhe e ke në çdo Oscar të nominuar për aktorin më të mirë në rol kryesor. Kështu që nuk ka lidhje fare. S'ka sens fare kjo. Nuk ka sens, pra, e vërtetë. Prandaj thash unë nuk e ndi si kompleks të vetja. Mirë po, jemi paragjykuar disi, domethënë, duke qenë se jemi konsiderohet këtu, gjasme sigurisht ti je një aktor më i dobët, pra, nuk futesh dot në thellësi. Je fast food. Për çfarë? Për faktin që ke bërë një kompromis që ne mos dalësh nesër deri dhe thuash që këtu zvlerësohet aktrimi, që këtu na ka lënë pa buk, që këtu po na marrin shtëpinë, që këtu njëra këtu tjetra. Ti nëse do të vërtetosh je apo si aktor më i mirë se ai djali që del te Portokallia, dil në një shfaqje me të dhe le ta vlerësoj publiku kush është aktori. Shumë vërtet është. Dhe unë në fakt teatrit nuk jam darë asnjëherë, unë jam aktualisht që flasim jam pjesë e trupës teatrit Petro Marko në Vlorë. Edhe sigurisht teatri është çfarë diferencë ka teatri me se ju në një lloj teatri jeni në Portokalli? Çfarë diferencë? Sigurisht që jemi në teatr, në një teatr të jashtëzakonshëm, me aktorë të shkëlqyer, edhe super cast. Ndiem shumë mirë. Ndër më të mirët në Shqipëri. Ndër më të mirët të komedisë e vërtet është dhe bën një punë të palodhur, një punë gati shumë sakrifikuese nga ana mendore, sidomos absolutisht, sepse aktorët aty përveç se janë aktorë, janë edhe skenaristë, duhet shkruajnë për s'ka skenarist Shqipëria këtë vuajnë. Po, për rolet e veta dhe të shkruash është shumë e mundimshme. Domethënë. Dhe diferenca për sa i përket teatrit është në teatr ti është e vërtetë që ti thellohesh më shumë sepse je gati 2 muaj me personazhin. Flas për një punë shumë profesioniste. E qartë. Ti do thellohesh, ke më shumë kohë. Do hulumtosh më shumë, do vëzhgosh më shumë njerëz, kurse aty diçka më e shpejtë, duhet të jesh tipi i aktorit që ti e kap, nuk ka kohë. Nuk mund të rish aty dhe të thellohesh tek një karakter apo tek një rol. Aty e bën se bën, është ky personazh do dali, do thot këtë, jepi vëlla. Unë mendoj se Portokallia qëndron midis dyjave. E vërtetë. Ka bërë gjëra komerciale sepse i kërkon tregu, por ka prodhuar dhe gjëra që janë kthyer komerciale sepse kanë pas vlera. E vërtetë. Një aktor Portokallia është një aktor për të vlerësuar dhe unë fatmirësisht kam pasur disa të tillë këtu dhe duke qenë se i njoh personazhin si njerëz, është budalliku më i madh dhe arroganca dhe idiocia më e madhe dhe dashakësia më e madhe çdo aktor që thotë një aktor Portokallia nuk bën. Është dashakësi, edhe unë shumë mendoj. Absolutisht. Ta lëm këtë kritikën serioze dhe shkojmë tek. E lëm vëlla. Pesa e vërteta. Pesa e vërpesa. E shishme, Olco. Ore të shion, vërtet? Asnjë gjë. E kanë kontroll total. Super. Wow. Ka qenë vërtet i uritur, beton. Edhe unë i uritur. Beton, sa kisha ngrënë drek kur erdha. Seriozisht? Po kaluan 5 orë. Nga që pritën. Prita e gjike dhe
Çfarë bëj, s'është pa im. Jo. Ndërkohë, edhe jam I sigurt që ka shumë gjëra që ti prodhosh brenda këtij emisioni, po dua të ngacmoj edhe për këtë gjë. Dukesh 23-32, tashmë edhe prind. Po. Ke një gocë 2 vjeç e pak muajsh. Gati 3 vjeç. Gati 3 vjeç. 2 vjeç e 10 muaj. Duke qenë se un jam prindër I dhe jam kështu shumë I ataçuar, shumë I ngjitur me këta prindin tërësi për të diskutuar për fëmijët. Si të ka ndryshuar? Si ndjesh? Totalisht. Domethënë është periudha përpara vajzës dhe periudha pas vajzës. Domethënë është një gjë e jashtëzakonshme dhe ti je një baba vajze I ri dhe është gjëja më e bukur që mund të ndodhi një mashkull të plak. Do bëhet baba një vajze. Kaq. Është interesante sepse shumica e meshkujve me cilët flas, mendojnë se un kam nuk e di pse ekziston kjo koncepti, thonë që kur marrin vesh, a e bë prind, po, çuna po goc. Mos e vri mendjen plako, ke për ta vënë ore, mund të futesh me mendimin sikur të ka rënë fati më I keq I botës, po ta kuptosh që rrugës janë super, gocat janë më të mira, kupton? Atë ai lloj babai në fakt kam qenë unë, duhet ta pranoj. Edhe ti ke menduar kështu? Po, zemër më fal. Do të them partneres time se ajo ishte kështu. Unë kemi sinqert doja djalë. Do njat më tani, na vlora, do trashëgojmë emrin. Po dhe gocën që ke bër djalësht. Po normal. Por që nuk ka lidhje fare, ajo është tamam dhuratë e Zotit edhe është motivi I jetës time, motivi më I madh I jetës time. Ashtu? Po, absolutisht. Ti besoj më kupton. Po, unë fal. Ojso, jepi gaz vlla. Jepi gaz vlla. Po pra, është I vogël, është pa shkak se duket 45 vjeç, është vetëm 20 vjeç. Cila ishte vepër më e madhe? Lindja e një fëmie apo të marrurit pjesë në teatrin më të rëndësishëm, rolin më të rëndësishëm në botë? Sigurisht lindja e një fëmie. Dunjar. Por tani, duke parë nga ana profesionale. Gjse po të ndjek gruaja, po lera të ma bet. Jo. Nuk të them. Por shiko, teatri në fund fare, teatri ngjelet teatr edhe do të shohin 1000 veta. Edhe kaq do vdesi. Këtë ka të keqë teatri, që do vdesi aty. Dhe një shfaqje teatri lind edhe vdes shumë shpejt. Është ndryshe nga filmi, që filmi mbetet aty. E qartë. Kështu që zgjedh lindje një fëmie, emocionet që ti e fëmia dhe ajo është qartë. A beson? Do të mëdha janë emocionet e një premiere teatri më të rëndësishëm të botës, nuk mendoj që të jenë. Edhe unë ashtu mendoj. Edhe unë ashtu mendoj kur u bëra baba, nuk arrija të perceptoja se si është e mundur që një njeri të prodhoj këtë gjë. Të prodhosh jetë nuk ka krahasim me asnjë lloj gjë tjetër, bëj shfaqjen më të rëndësishme po ti edhe rolet që bën, domethënë rolet aktorët I krahasojnë me fëmijët. Pra është si fëmia. Është si fëmia. Po si, ama. Kështu që s'ka lidhje fare. Interesante shumë për fëmijët. Gëzuar për fëmijët, për Zotin e madh gëzuar për fëmijët. Me Go Plus. Rudo. Jam unë ai tani që do të them shkojmë te 6. Po jepi more, po. E mirë, po nuk po bëjmë kështu tash, si I fort. Nga paku e lyj kështu. Jo, ma mirë e lyj, mirë. Mirë, po më duket sikur je tolerant për Zotin, më duket sikur je tolerant. I pëlqej shumë pikantet. Jam, domethënë, adhurues I pikanteve. Mund ta pafund. Edhe me çumat kur dalim. Për sa kohë s'ka pirë gjumësh? Po, në intervistën e kaluar Eva Murati e piu tek e 4-ta. Pse ke pas Eva Muratin këtu? Po, për Zot. Nice. Nuk e ke parë intervistën me Eva? Jo, se kam parë, po do ta shikoj me shumë kënaqësi. Ta hapësh, ta shikosh, ishte një intervistë shumë e këndshme. Megjithëse megjithëse ishim këtu, partnerja është një profesion me ty, ka lidhje apo? Jo, po një aktor, tash me vërtet tham aktor, s'është lidhje, çfarë profesioni? S'është aq keq, po prit vllase. 2 aktorë shumë e vështirë më beso. Çfarë profesioni është? Është farmaciste. Domethënë ti e bën për ilaçe. E ka shumë të thjeshtë, më e menaxhon mirë. Te puna, ti e pap një Okitask apo sa po bëri reklam në emisionin për Okitask. E presim këtë, ojsi prite. Jo, absolutisht, kështu që nëse doni të vjojmë me bashkëpunimin tonë me Okitask, gjithsesi. Un edhe Arko Hotel në Alkre më. Alkre, më lese, ne po tash çfarë bëj? Nëse do bësh story kur të vish bosh. Gjithsesi, unë kam parë që ke një talent jashtëzakonshëm për te edhe këtu dua të pyes, këtu do të ngacmoj.
Më shumë mua më ngjan sikur je një aktor personazh. Do të thënë, je ai çuni me flokët Kaçurrela, Çikromulla, kupton që dukesh më shumë i personifikuar tek aktori komedisë Zagali Fianakis ose natyrë e tillë. Më pëlqen shumë Zagali Fianakis, është fantastik. Është fantastik vërtet. Shumë fani. Po të mendosh që është dhe grek, kjo është e jashtëzakonshme. Ato po thosha, po ti futemi do dali shqiptar ai. Po, Galifianaki. Galifianakis, ela re, file. Galifianaki shqip po ta bëjmë etimologji nga del. Galifianaki. Naqi kuptohet ç'a është? E ke që etimologjin, unë vdes për etimologjin. Seriozisht e ke qef? Po, mbaroj. Ti dhe Erion Kristo domethënë jeni që. Po, Erion Kristo e kam imituar, domethënë ka qenë. Po prandaj e thash. Ka qenë Erion Kristo fantastik, një personazh. Giganti është vërtet giganti thon. Unë e kam qef. Është djali, mi gjitha është djali mirë. Është burr i mirë. Po vlonjati. Unë jam vlonjati vërtet vlla. Nuk jam kështu, do si do. Edhe miri është kalibri i lartë. Jo, vërtet Erion e kam shumë mirë valla. Po. Erion e kam shumë mirë. Edhe ai e pret shumë mirë, me sa kam informacione, edhe ai përgjithsisht e pret shumë mirë humorin. Po. Tek ajo, muri kthe. Tek Zagali Fianakis, që i ngjaj. Tek fakti që ai e përtej kësaj, ai e përtej personazhit, aktorit personazh apo po sigurisht, përderisa e ceka edhe më herë teatrin, portokallia, filmi, domethënë unë dua t'i bëj të gjitha. Pavarësisht se jam në një fazë që mendoj që e kam kuptuar ku jam i mirë, po ku jam më në comfort zone-in tim. Sigurisht komedia është comfort zone-i im. Mendoj që jam shumë rehat, le të them. Në komedi. Por drama është ajo që më josh vërtet shumë edhe e dua, qoftë në teatr, qoftë në film. Ke marrë çmim në dramë, po jo? Po, ka qenë komedi e zezë. E pirë në të tani, komedi e zezë dram. Po komedi e zezë dram është. Po pra, ishte komedi, ajo ishte një komedi, fakti që unë vlerësova ishte sepse aty mua më dha shumë dimensione vetë pena e autorit, që e përshëndesim, Ledian Gjeçin, ishte e shkruar në komedi, niste komedi, mbaronte në dram, vazhdonte në dram dhe përfundonte në tragjedi, pra unë vrisja veten në fund të veprës. Dhe ishin të gjitha ngjyrat e një aktori, po të themi. Pra unë aty isha komik në fillim, pastaj shumë dramatik, pastaj tragjik, depresiv, më the të thash. Ke qef të merresh me të? Dhe kjo është gjëja që zhanri që mua më pëlqen më shumë, komedia e zezë, sepse ty të nxjerr ti shpalos të gjitha ngjyrat e tua. Megjithëse jemi këtu, kush të frymëzon tek ta pickojmë te ku jemi më te shtata? Ta pickojmë te shtatën edhe më thuaj tani kush të frymëzon? Në ngopa. Po s'do, e shtata kjo është. 7, 8, 9, po. Hajde, bujrum. Bujrum e kalove ti po? Kush më frymëzon të? Nga? E disa bezdi e kam kur më vjen emision dhe nuk më dëgjon vlla. I kisha mundin taja vlla. Ja të provoj atë. Po ti mos ha me vesh, ha me gojë. Mos e bëj emisionin me të ngrënë vlla. Qa mund ta kam fajnë. Fu i futem o burr. Ta fash vëlla. Jam shenja e demit. E vuri re që nuk i dojë të hëngri prap. Qa vlonjatës që janë këta ma. Ja këto s'duroj tek ju. Ja këto s'duroj tek vlonjatët. Kur e sheh që nuk po hapu dhe të futem. Do kisha thënë në det brenda. Nuk e themi dot, do ta bësh me pip. Bëj me pip. Thuaj. Vlonjati. Vetëm lokal. Edhe do të hante nga këto gjëra ashtu. Të mira të KVC-s. Vjen kamarier. U vlla, na sill ca kallë që këtu thotë. E kam dëgjuar, e kam kallë që vlla, un gop. Unë e dija ndryshe këtë. Unë e dija që vajtën 2 fjerak në Vlorë edhe porositë nga i pije i tha nëna që shërbente t'ju sjell nëna ca kallë që ta shoqëroni. Ka shumë versione. Me këta vlonjat ka shumë versione. Po kam dëgjuar pafund. Vajti vlonjatin kopër zoologjik. Po, e di këtë, me Luanin. Jo me Luanin, po jo. Po ka shumë. Hajde thuaj, jepi. Vajti vlonjatin kopër zoologjik. Edhe shpëton ky krokodili del nga ajo zona me xham, krokodili. E shikon vlonjati ishte me familje i tha o vllai tha. Lidhe çikat la kostën i tha se
Jo se kam gjë personalisht, po jemi me familje, tha, kupton? La Costa. La Costa, La Costa. La Costa i thoshte krokodilit. Kurse ti di ato që Unë me Luanin, ishte vlojani në kopshtë zoologjik. Shkonte në kopshtë zoologjik me djalin e vogël. Ure, hape çik derën, do futem brenda, tha. Zotri, na vjen shumë keq, tha ai, tha se di që keni udhëtuar, tha, dhe jeni me fëmijë të vogël, por sot e kemi mbyllur, tha, sepse ka ndodhur një incident dhe nuk. Ure, hape tani të futem brenda, çfarë incidenti? Unë erdha në anë se ti më thua mua incident. Po tani nuk mundem më zotri, tha se është diçka e pa precedent që ka ndodhur, po. Çka ka ndodhur? Hape derën, futem brenda. O zotri, tha, ka dalë Luani për jashtë, është Luani jashtë. Po miro hapi se sta njeri Luanin, se më shpëndet. Ore këta me vlonjatët janë pafunde, historitë e vlonjatëve. Po janë. E diti që ndaloi polici Luanin, vlonjatin. Ndaloi polici vlonjatin i tha, po ti ku shkon me majmunin, tha. Ore çka ke, tha, majmunin e kam timin, tha. Po si mor zotëri, tha, mban majmun, tha. Po ç'a problemi ka, tha. Po ku po shkon me majmunin? Po xhiroj, tha. Ore çoj majmunin, tha, në kopshtë zoologjik, tha, ç'a mban majmunin mua. Dakor ti, tha. E merr ai nesmen e shikon prapë me majmun. Ore zotëri, tha, prapë majmun ti, tha. E mo e çova atje, tha, në kopshtë zoologjik, sot do shkojmë kinema, tha. Ç'a problemi ka? Domethënë nuk unë kam qenë me një shokun tim nga Burreli që erdhi në Vlorë, e mora në Vlorë kështu, takoi një kushurinë tim, takoi ca çuna dhe ai vetëm qeshte me lot. Po. Nga shprehja. Ore, çfarë motivon këtë gjë tek Vlora? Janë Shkodra dhe Vlora, dhe po të shikosh edhe në nivel Big Brother, konkurrentët më të fortë historikisht kanë qenë Vlorë, Shkodër, aty ka pas. Po, çfarë është kjo? Dielli mendoj. Dielli është. Po diell ka dhe në dhërmi. Një shoqja ime ka një perspektivë, një këndvështrim shumë të bukur. Kemi qenë në plazh, punonim teatr bashkë, edhe shkonim plazh pushimin e drekës. Edhe ajo vlonjate nga Kuçi. Edhe po rinë aty po shikon. Jo për gjë, do. Jo për gjë, po janë nga Kuçi, jo për mburje. Edhe tha, po qa mos t'jenë tegër vlonjatë dhe më borë, tha. Shiko ku janë, tha, në vitë parë, tha, ishulli, ka disulli për balë, tha. Gjithmonë armiku këtu ka ardhur, këtë ka synuar dhe kanë qenë në front, gjithkohës, tha. Edhe është i vutur në gjenes, kjo lufta për të luftuar, se vërtet është e çuditshme. Jo, nuk është ajo. Cila është? Nuk është ajo. E di pse vlonjatë janë fortë. Sepse jetojnë me vlonjatë. E vërtet, po. Ha? Po. Rrim më mirë. Ku jemi ne, te teta? Te teta, vajtë me, teta e vërtet më duket. Shketi se këtu do rrim. Tani do qajun, tani do ta pi qumshin, se kam rezistuar tash. Unë byta paracetamol. Kemo pas ke qenë shumë i fortë. E fortë ishte kjo, po do ta lyj prapë. Kjo është tamam, jo për gjë, po jam nga Vlora. Jo për mburje dhe nga Vlora. Dua të them dhe bileset. Ja dha. O, që ka tolerant fare, o dha. Nuk ka mundësi, po edhe lotove qik. Lotove ishte e fortë. Lotove qik. Ishte e fortë. Mos bë kodër, mos aktro. Po jo, më Ore, e liu mirë kjo dhe. E liu, ha? Ja kam dëshmitar kamerët. Ha? Ha? E leu? E liu, më. Dy e leu? Iku mishin kërë. Po nuk do ta pi shumësin. Jo? Jo se kam gjë me lufrën. Po do ta ruj për 9 ose 10. A më pije se s'ka gjë. Jam, djekse është djekse. Ishte shumë djekse. Bra kot si i fort. E mbajte një moment, qa se dërliu. Jo, nuk ishte për sebe, po the. Ta jep ka me vonesë, burë. Vjeqë. Më është bërë shpirti shollo, vëlla, jo i vetëm gjua. Do thi që na angri Luanin e? Si thaj, qashta këtë plakën ra, që mëndi? O bashkim, po na anë qënë, tha. Po. S'po na pi, s'po na anë. Unë dua të të falenderoj shumë për faktin, ju nuk po e mbyllë. Shumë mërzitëm, këtë. Në toli loti vërtet, rashkiti.
Edhe ti u preke qik. Si ka mundësi gjithë e dinamiti i preke në valla. Kjo ishte dinamiti? Kjo ishte dinamit, po. Po shumë e fortë ishte, vërtet. Jo, po e lyva dhe çik më shumë se ç'duhet, më thënë vërtet. Po këtë justifikim kanë gjithë lyva që më shumë se ç'duhet. Fshi lodët, mblidhe veten. Ore me qenë se je aktor për improvizimit, domethënë je shumë i tamam për momentin e Laertit. Po. Laert, më përshkruaj se si u ndjeve te dinamiti. Qa emocione shpate? Si du duk dinamiti, Laert? Ja, kaq do thoshte Laerti. Jo, kur i Laerti pa folë, burr. Laertin e kap një etos, me qa janë e pirë. Dinamiti ishte një tritoli vërtet, do thoja. Ore, t'ka ikë që këzëri nga Laerti, më duket. Mirë po, unë jam tritol për vete o ty, Rudi. Dhe nuk pyes, unë kur përballova sfidat e vëllait madh, këtë nuk e kam asgjë. Jo, mua më pëlqen që Laerti për shumë. Më pëlqen që Laerti nuk i thot Big Brother. Se jemi shqiptar, domethënë. Po, ti themi si i thon greqisht. Αδερφός. Στον μεγάλο αδερφό. Στο μεγάλο αδερφό. Μεγάλο është i madh. I madh. Αδερφό është vllai. Vllai. Jo, më pëlqeu edhe shpjegimi etimologjik. Jo, etimologjia që më pëlqeu mua nga Laerti ishte pati një të bukur ai. I tha Manushit, i tha Bravo. Shumë e bukur. Ishte një dasëm atje që u improvizua, dhe tha e diti tha pse quhet celebrim? Pse quhet celebrim martesa pra celebrim? Pse quhet celebrim? Se nuk e kam ide. E celebrimën, pra brimën, edhe sa të lezesh. Po e di kush më pëlqeu. Nga këta personazhe që imiton, kush është personazhi që të pëlqen më shumë që imiton? Është do njoki? O do ta marrim sponsor o s'ka? Jo, mua më pëlqeu shumë nga Laerti, më pëlqeu kjo shprehje që i tha Gert Ferrës. Madje është bërë si hit kjo, ja them shpesh edhe shokëve të afërm edhe atyre aktorëve të teatrit që e njohin dhe Laertin nga afër. Është kjo shprehja. Maskara! Që nuk ke mëshirë për ëndrrën! Pra mund të më shpjegosh li e kishte ëndra? Si mund të kesh mëshirë për ëndrrën, oma? Pash një ëndër, e di sa e mëshirova. Edhe unë e kapa këtë gjë. O do me thënë, po ta thuash me shumë forma aktoreske, me zë të lartë edhe me atë seriozitetin. Sikur po thua diçka kjo. Kjo e bën komike. Kjo e bën. Me patos, Maskara! Që nuk ke mëshirë për ëndrrën! Largohu! Patos si është pra që e rregullon gjën. Pra mund thuash çdo lloj gjëje idiote, por nëse e thuan interpretimin e dur mund të marrë. Mund të marrë vlerë, po. Edhe një batut që s'bën shumë për të qeshur, nëse ti e thuan karakterin, nëse e thuan në kontekstin e dur. Për shembull mund thuash tipit sot hëngra bamje, po nuk më pëlqejnë shumë bamje dhe do doja të haja pica për shembull. Mund ta bësh sot hëngra bamje, nuk më pëlqejnë shumë bamje, do të haja pica. Mund ta sjellësh në një lloj pica jo, po. Okej, po. Kishe problemi te pica? Po, sepse sot hëngra bamje, po do më pëlqente më shumë të haja sanduiç, ai gjati. Prandaj e kisha me picën, doja sanduiç. Ende. Qartë, po. E di çfarë më pëlqeu më shumë, edhe për këtë shumë faleminderit. Isha duke pa gjitha videot e tua në Instagram. Ti ke bërë shumë imitime aty. Te Kamberi ama. Te Kamberi kam qesh, por zotin kam qesh me po them kam qesh, domethënë zgjova gocën duke qesh. Kur kape personazhin e Amberit, ishte rrëshqitja zë. Mbaj kështu. Po. Do të qërë maskat, të tërmene do iki pastaj. Doli, Ti mendon se ajo është
për shembull mund të jetë një impostim që mban gjithkohës apo kush i di. E parë nga këndvështrimi im, kështu e shikoja sepse kishte raste që ndonjëherë kur çdo njeri edhe ne na bëhet zëri me një holl ndonjëherë kur shkon kokë ose. Ti do lexosh, ndërkohë që lexon një tekst që s'e ke parë. Ky është testi më i vështirë që mund të bëhet një tekst që s'e ke parë, po e bëjmë tani live në ChatGPT, kërkova ChatGPT. Një tekst që ti nuk e ke parë kurrë. Të gjithë personazhet që ti të vinë ndërkohë që është duke lutuar. Borbardhën. Borbardhën. Do nisësh domethënë një narrativ borbardhës. Do marrësh të tekstin që sapo të doli këtu i borbardhës dhe ti lexoje duke ndruar personazhet. Kjo nuk është fare e lehtë. Shikoje ndërkohë atë dhe nisë si të doj qefi ty. Borbardha dhe 7 xhuxhat. Unë jam kryeministri shqiptar që do t'jem edhe një 22-27 vite të ardhshme. Na ishte njëherë një mbretëresh që ndërsa qepte pranë dritares pa një flok zi. Pa që një flok i zira mbi dëborën jashtë. Ajo tha me malë. Sikur të kisha një vajzë me lëkurë të barë si bora, bus të kuqe si gjaku, edhe flok të zi si druri i dritares. Edhe këshu që du t'ja gji, dëshira ju plëtsue. E në që lindi një vajzë bukur që e qëtën për bardha. A të zua. Po nëna saj vdisha zi. E në mreti u martu me i gru të re, të bukur shumë krenare në gjeloze. E shkjo ishte njerka për bardhës. Ta shi që thotim me ropë shpijem, vdek shiro. Njerka. Kishte i pasqyr magjike vdek shiro. Që i thoshte gjithmonë se ajo ishte më e bukra në botë, a kupto, më e mira, a kupto, ishte... Ishte super, a kupto zumin. Po kur Borbardha u rrit, pasqyra i tha. Mbretëresh, je e bukur me të vërtet. Por Borbardha është më e bukura në këtë mbretëri. Është e tërbume prej gjelezis. Mbretëresha urdhroi zgjatar ta shote Borbardhën në pyll që ta vriste më rrap shtëpie. Por zgjatari nuk pati zemër edhe la tikte. Borbardha gjeti një shtëpi të vogël në pyll, ku jetoni 7 xhuxha. Ata e mirëpritën dhe ajo filloi të jetonte me ta duke kujdesur për shtëpinë. Ore vlla, Erion Kristo nuk gjan kaq shumë sa gjati me Erion Kriston më valla. Ua, Erion Kristo është pa besueshëm. Nuk e bën veten kaq mirë, ë? Jo, s'ka shans. Tani do kalojmë te nënta. Megjithëse ishte Ua, më mori shpirtin. Ishte dinamit, u knaqja shumë. Kjo është nënta, ha? O, bo, qa ke bërë ti, do të hash gjitën? Supozohet të jetë me force 8, ha? Se dinamiti. Ta provojmë. Ore, supozohet. Kjo është e vogël copa, e vogël të salsa. Jo, sa me vogël copa, aq më shumë duke sikur ke vënë te copa e vogël. Vam prapë çka di. Ua. Kush njeriu që të bën më shumë për të qeshur? Gruaja dhe mishi të hajnë me duar. Kapen zihen me duar. Njeriu që bën më shumë për të qeshur. Po gruaja dhe mishi, po veganët si ja bëjnë ata? Çka ke diol ti e vegan? E kapin ata. E kapin në një farë mënyrë e bukur, po. Ço do thoya diçka tjetër më të rëndë për les po e them. Ishte politikisht korrekte. Po, politikisht korrekte. Njeriu që bën më shumë për të qeshur, okej, përveç vajzës time që sigurisht ajo më bën për të qeshur. Ama mos fillon nga këto tani. Le, ti lëm. Po vajza jote të bën për të qeshur qarë menduar ndjer të gjitha, ajo i ka të gjitha.
Po flas kështu që e meriton që të bëj për të qeshur në sensin që të prodhon humor. Kam një shok i cili domethënë kur mblidhem me atë kemi një lloj humori idiot. Që kot sa shikojmë me njëri tjetrin, është ngjitse. Ai qesh, unë qesh edhe vetëm qeshim. Ai s'është aktor, s'ka lidhje. Jo, ai është artist, po nuk është aktor, është videografer, është baterist, është e përshëndes. Arnold Halili është. Ky është një shok i cili takohemi shumë rrallë. Kush është Barsaleta e preferuar jote? Barsaleta kam shumë pafund. Po ti po ke shumë, thuaj një. Se kur të vendosin tek një, për shembull, është duhet të diçka që vërtet ka ngacmuar ty. Po ja, për shembull ishte në një nga këto fshatrat e Korçës, shkon një gazetar nga këta që merret me, po themi Elnisa Agolli. Shkon edhe O Elnisa. Shkon Elnisa për të bërë një reportazh për jetën në fshatra dhe shkon te një nga fshatrat e Korçës atje. Mos më thuaj që është ajo që po mendoj se ajo është Perli, nëse është ajo është Perli. Nëse është ajo do ta them. Shkon tani atje dhe thotë kemi ardhur këtu për të eksploruar jetën e këtij fshatje. Jemi në një port, është një port atje dhe ishte një xhaj ulur aty te veranda kështu. I thotë atij xhajs. Përshëndetje zotri, si je? I thotë, mund të bëjmë një intervistë, i thotë se kemi ardhur nga televizioni Top Channel, duam të bëjmë. Po patjetër më i thotë ai, se jo. Hajde, futu brenda i thotë. Urdhro, u fut kjo. Thotë, si jetoni juve këtu në fshat? I thotë, me çfarë shtyni ditën ju këtu në fshat? Po hiç me çfarë të bëjmë, ja, prashisim, vadisim, pastaj hyp në verandë, zbrit në veranda, hyp në verandë, zbrit në veranda. Çfarë të bëjmë në fshat? E sapi çfarë të bëjmë. Interesante, thotë, po mirë fundjavat për shkak të po çfarë fundjavë, ku kemi ne fundjavë, ne të njësoj 3 ditë të javës prashisim, vadisim, pastaj hip në verandë, zbrit në veranda, hip në verandë, zbrit në veranda, çfarë bëj këto punë. Më pëlqeni thotë, më ke jetoni me bashkëshortën, po brenda është, po. A do ta frasash pak dhe atë, tha që ti bëjmë asaj një intervistë. Po me i thotë patjetër po. Veranda, hajde me ca. Se të kërkojmë për intervistë. Igor e poshtë. Të kishe? Reporter, jo, s'është kjo. S'kemi vajtë 10 akoma. Jo, s'kemi vajtë 10, kemi edhe pak. Ishte Barcelet gjermane, më tha mua, shiko, më tha mua, kjo është gjermane, më tha mua, dhe nuk e di ato qesh. I them po thuaj gjithsesi ku ti plasi domethënë. Më thotë mua, shiko, ishin mami. Unë jam akoma të qetë dele. Ishte shumë e lartë. Ishte lehtë. Ishte babi Ari, mami Ari, polar, edhe çuni vogël. Edhe ecin në të ftohtë në akull komplet, kështu. Edhe i thot Ariu i vogël i thot, o baj thot, a je i sigurt tha që un jam Ari polar thot? Po ç'është kjo pyetje i tha babi. Pse po pyet ti gjë thot? Sigurisht që je Ari polar. Babi jot është një Ari polar tha. Mami jot është një Ari polar, sigurisht që ti je një Ari polar. Po. Dakor thot ai. Ecin dhe një çik i thot, o maj thot. Se më tha babi, po a je sigurt i tha që un jam Ari polar vërtet i thot? O të kishen mami, tha, po që janë këto pyetje, thot, shiko kthetrat e tua, shiko qimen e barit, thot. Shiko mamin, shiko babin, thot. Ne jemi Ari polar dhe ti je Ari polar, thot. Dakor, thot. Ecin dhe një çik i thot, a je sigurt vërtet i tha që un jam Ari polar, thot. Ore çike, këto pyetje se s'po e kuptoj pse nga të lind kjo ide, thot. Shiko ku je, thot. Shiko neve, shiko veten. Sigurisht që je një Ari polar, thot. Po pse është kaq ftohtë olla. Nice. Nice bro. Ha, kanë një tjetër ti për të më situar? Është një tjetër e shkurtër fare, në ato të shkurtrat fare kështu. Ishin dy kërmit të shenja të trenit. E po vinte treni, i thot kërmilli. Ulla. A dhe me një të shkurtër. Ka ishte Barceleta. Është një lejlek, ke parasysh lejleku? E fluturon. Po. Edhe ka çarçafin. Lejlek. Edhe brenda ka një gjyshnja 94 vjeç. Po. Se zakonisht kanë bebe aty. Edhe një moment çohet gjyshi e shikon larg i thot, o vlla. Pranoje i tha. Kemi humbur. 94 vite. Me u kam i Barcelet. Dhe kështu është e Barceletave për zotin. Barceleta kështu janë gjitse. Po. Ke një Barcelet? Kjo është shumë. Ishte, është më shumë si gjëgjez.
Hapëm lënë për të lë. Gëzuar. Ka pa momentin e sponsorit. Gëzuar Go Plus. Lungoja. Po megjithatë, Ç'është ma thuash? Ma thuaj. Ç'është një gjë jeshile që ha gur? Se di. Jeshil gur ngrënësi. Oh. Ka që. Kjo është nga të Barcelona që të bezdisin dha. Jo, kjo është gjë mirë, një gjë tjetër. Ishte një djalë. Hapi lojën ky, e merru me komedianët, ha. Ishte një djalë që qëllon një plumb me gur dhe e vret. Edhe bie plumbin tok, mirë po guri zhduket. Ku shkoi guri? E ke parasysh tani se Ikun shtëpi. nuk e di. Po e hëngri jeshil gur ngrënësi apo? Po ta kishe pyet një vlonjat, të ku shkoi guri, 10 ça përgjigje të kishe marrë. Po ka rob to. Shkon një nga Durrësi, po themi, në Vlorë. Edhe vlonjata tani të sertë, kështu që është ky që na ka në qytet, që është ky gati ta hanin me dhëmbe, kupton? Dhe shkon ky të fliste ndonjëherë kështu, ata vëngër kështu, duke parë egër që të gjithë. Si fliste asnjëri. Donin të gjeni një sebeb që të ziheshin, të kapeshin me këtë. S'po gjenin dot ai shkreti ishte shumë i sjellshëm. Ulet aty. Në det i shkreti çfarë të bëjnë vetëm me detin. Mori një gur. Edhe po loste kështu te ujë kështu që ikën guri kështu. E shikon vlonjati i thotë, po çfarë të bëri det jo ti rropt. Pse i qëllon me gur? Këtu mua bëti vlonjat dhe nuk marron kur përfundimisht dha. Sa do t'i presim, ha? Ka një ëndër për te portokallis? Ëndra ime është kinemaja, është filmi. Domethënë, hapi tjetër, next step. E thjesht është ajo mendoj, për t'i parë të tua është shumë e thjeshtë. Po, Nuk kanë bërë lloj-lloj njerëzish. Po. Kinema, kështu që është e sigurt që ti mund ta bësh shumë mirë atë. Po, domethënë kjo është hapi tjetër profesionalisht. Pastaj shohim se nesër si dieta do jemi gjallë lirët. Por s'të pyeta për asnjë pasion tjetër, përveç aktrimit, çfarë ke qef? Po, un kam shumë qef këto udhtimet. Ja, mos ja fut kot. Jetën e egër e kam çik qef. Si jetën e egër mu? Udhtimet jo në atë lloj sensi. Po, e kam qef, un zhytem her pas here. Udhtimet. Gjuaj me pushk, vras peshk. Me çifte. Ja pak vrasës. Je kështu në me pushk deti, peshkimi, po. Del natën apo ditën? Ditën. Natën është gjunaf të dalësh. Pse? Është gjuna në sensin e është gjunaf ta vrasësh peshkun sepse ai është gjasë është në gjumë, edhe është i pavetëdijshëm. Nuk quhet më një sport ekstrem. Aha. E ke shumë kollaj. Ajo prandaj edhe me bombull ndalohet që ti të gjuash sepse ti me bombull e ke limitin 2 orë brenda në det, po themi. Mund të vrasësh, mund të bësh kërdin. Unë po e bëj vetëm për qefin tënd të helmohem sot. Po dinamiti ishte vërtet dinamit. Tani këtë dietën le ta shohim çik si është. Jo, unë mendoj se ti je shumë i fortë te kjo. Je shumë i fortë. Thanks. Po. Nuk rezistova dot pa qumësht. Pse e kishe si objektiv që doje të rezistoj pa qumësht? Po mendova që thash, mund t'ja dal, po ishte shumë e fortë vërtet ajo dinamiti. Ishte dinamit. Si ka mundësi më dha? Shumica e ftuarëve të mi nuk tolerojnë dot fare këtë dinamitin. Unë kam dinamitin, po më duket se për entuziazëm e sipër e lyej shumë me këtë. Me dietën. Me ferrin. Të bëj pyetje, a do shkosh në ferr, kjo ka pak rëndësi. Mendoj për tipin që je ti. Cili do ishte ferri në tokë? Dhe a e ke jetuar ndonjëherë? Le të themi që jo. Nuk e kam jetuar dhe nuk do të jetoj. Po si do ishte? Do të ishte ferri është pak paradoksale kjo, sepse ferri simbolizohet nga flaka. Edhe këtu brenda njeriu thuhet që ka një flak. Duhet kemi këtë flakën. Në momentin që kjo flaka, që është pasioni dhe dashuria për lumturinë tek gjërat e vogla, tek ato gjëra që vërtet vlejnë.
që mendoj që personifikohen nga kjo flaka. Në momentin që kjo flaka këtu të fiket, aty do të ndizet flaka e ferrit. Dhe kjo mendoj që do të ishte ferri në tokë. Deri diku më duket sikur po shkruaj drejt thënies që rruga drejt parajsës është ferri. Është ferri, shumë filozofike. Interesant ishte. Po. Kush janë aktorët e preferuar të tu ose regjisorët e preferuar të tu? Aktorët preferuar ka shumë. Në Shqipëri apo dhe jashtë Shqipërisë? Në të dyja. Jam thuaj që të shoha kam gustot përbashkët me ty. Në Shqipëri është Kadri Roshi, për mua është një emblem e aktrimit shqiptar, sepse është një aktor shumë i mirë karaktere, shumë i mirë drame, është fantastik. Shumë punëtor, shumë njerëzit që kanë punuar, më fal. Allah, po dhe që ferri. Njerëzit që kanë punuar me të e tregojnë që ishte shumë punëtor, ishte fantastik, ishte qeni punës. Duket se ai ka lënë duhanin vetëm për një rol. Edhe pastaj nisi prap. Ai thonë që i merri dhe goja, kishte pak disleksi. I merri goja dhe hante fuste zhavor, pra gura të vegjël, që i fuste në gojë dhe i mbante gjithkohë dhe fliste me gura të vegjël në gojë. Dhe kjo ja solli pak, dhe po ta vësh re në disa filma, e ka pak atë. Më kanë thënë pedagogët e mi, nuk e di këtë gjë. Ndërsa në botë, unë jam aktor që më pëlqen shumë transformimi, më pëlqen shumë Christian Bale, Gary Oldman, që janë aktor që shembuj të transformimit, gjithashtu Daniel Day-Lewis, që është Al Pacino, De Niro, në botë ka shumë DiCaprio. Edhe pse është ky çuni i bukur, kështu është një aktor fantastik. Si, zgaravitet shumë në role. Po, e vërtet është. Regjisor pastaj Tarantino. Christopher Nolan më pëlqen shumë si regjisor. Sepse ai shkon përtej artit. Kurse në botë në Shqipëri se thash në botë. Regjisor? Në Shqipëri kam pas fatin të punoj me një nga regjisorët më të mirë, me thënë drejtën, që është Altin Basha. Absolutisht gjithë flasin me fjalë të mira vërtet. Kam punuar edhe në teatr dhe në televizion dhe vërtet flas që themi mirë që jam unë ai që e kategorizoj mirë është sepse vërtet më ka mësuar. Domethënë kam mësuar nga ai. Për sa i përket regjisë edhe ai ka qenë më shumë se një profesor, por ka qenë gjithmonë që të nguliste diçka në mendje. Si aktor komedie kryesisht në televizion që kam punuar. Ka dhe pastaj regjisor vërtet shumë talentuar që janë të rinj, që është do përmendja shumë emra, po inshallah ju jepet mundësia që ata të çajnë dhe të ecin, sepse ka vërtet talente, flas brezi im, kam një vërtet çuna shumë talentuar. Absolutisht, jam i sigurt. Këtë sta pyeta dhe dua të pyes e fundit. Kush është njeriu më i rëndësishëm në jetën tënde? Vajza ime, absolutisht. Po për te vajzës është mamaja, babai, partnerja ime. Po. Mamaja ime është sigurisht është një. E po gjithë çuna. Edhe ti Olsa mami thua? Çmenduri, si ka mundësi më dha? Domethënë kam dy mama, maman time dhe maman e vajzës time. Që janë edhe babai sigurisht. Edhe aty brenda çka ka ajo Donaldo. Ç'lidhje kishte kjo? Çka ka aty brenda? Pse? Sepse nuk e di ç'a është, do ta lejë, se ky Byzyliku nuk jam shumë tip floriri, që të mbaj gjëra floriri kështu. Po këtë ma ka dhuruar babai dhe prandaj ka një vlerë shumë të veçantë për mua. Edhe sigurisht ai është një nga njerëzit e mi më të rëndësishëm. Dhe prandaj e mbaj në dorë. Ne në fakt po patjetër bijut, prandaj dhe slogani Argjenderi Donaldos është stolisim kujtime, sepse janë të lidhura me kujtimet, zakonisht janë dhurata, zakonisht janë gjëra që të personifikojnë dhe zakonisht ngelet të përjetshme. Këto janë bijut përgjithsisht e floririt. Prandaj dhe kanë shumë simbolik sikurse ajo do të jetë vazhdimisht me ty. Po. Kështu që kjo është, megjithëse më përmendë unë po ta përmenda vetëm si kështu për ta lidhur me këtë, por që unë do ta vendos atë dhe nuk do ta heq nga dorë. Po, sigurisht. Po ja këto janë ato që më pëlqejnë. Ja, pra. Nuk e mora atë tjetrën që kam. Sepse kështu i mbaj qef rruzat i këto gjërat i kam shumë qef. Unë duhet të falenderoj ty të parin që ishe këtu. Unë argëtova jashtëzakonisht shumë në këtë intervistë. Unë ngelet të turë. Ishte intervistë vërtet ndryshe. Okay, se gjithmonë bëhet kjo shprehje. Ishte shumë ndryshe nga të tjerat, po kjo ishte vërtet ndryshe. Është ajo, jam shumë e veçantë
Si gjithë tjerët, se të gjithë janë veçantë. Unë do të uroj shumë suksese, jam I sigurt që ti do rritesh në profesionin tënd, e di sepse ke talent, e di sepse ke dëshirë, dhe e di sepse ke luftuar për të qenë këtu ku je. Dhe këto janë 3 tiparet që duhen për të ecur më tej. Dua të falenderoj të gjithë sponsorat e mi, Lufrën, KFC Albania, që na sjell këto krah pulet mrekullueshëm. Go Plus dhe Go Egrë, mos harroni të gjithë ju që doni të fitoni një super makinë €1000, një avatar 2. Dhe të sugjeroj, mjafton të marrësh këto kodet këtu. Lojtari ke kod, domethënë, lojtari që mbledh mund ta marrësh tani se shkima atë kod, lojtari që mbledh 100 kode nga këto tek Loja Plus, I dërgon, futesh në shorteun për 8 makina Avatar 2 që janë super makina që vlen me €1000. Kështu që ju sugjeroj ta provoni fatin, asnjëherë si dihet, merr atë kod dhe nisi që sot. Miq, miru takofshim në të gjitha rrjetet tona sociale. Flak fare. Flak fare ishte.